Ne themi mos u merr shumë me llafe, por në fakt të bisedosh, të merresh me informacion, po e themi me thashë theme, bën ka mirë. Madje kjo është e vërtetuar shkencërisht, ka pasur një studim për këtë, dhe pikërisht në mënyrë pak gazmore, por edhe për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë, ne kemi ftuar një grup mish këtu në studion e Çasti Dur, dhe ata janë pikërisht Salina Agalliu, ekspert e turizmi. Përshëndetje, mirë se vjen. Vazhdojmë me Sevim Seriani, aktivist dhe avokat, gjithashtu. Mirë se vjen sërish, si kalon mirë. Sergjina Neziri, specialiste në qendrën kulturore për fëmijë, skenografe. Mirë se vjen sërish, si je? Mirë. Shpend Gashi, pedagog. Si je? Dhe Claudio Hoxha, trajner personal, miku im. E kam në qik pasdore palestrën, por eja. Si jeni, si kaloni? Mirë? Ore, na bje poshtë e gjitha e shpeja që i themi gjithmonë mirë dhe mos u merë me lafe, mos u merë me lafe. Do t'i që qenë ka mirë të merësh me lafe, thonë që thashe themet janë të dobishme, kështu thot ky. Unë besoj se Studimi i fundit. Gjuhën shqipe sot, e cila shkruajtur kaq vonë, një nga arsyet që është gjuha më e ershme e Europës, dhe pavarësisht se shkruajtur aq vonë është konservuar aq mirë, do të thotë që jemi një popull që atë me lafe e çojmë nga ana pozitive. Në fakt, thuhet që ndihmon në uljen e stresit, rritjen e lidhjeve sociale dhe përmirësimin e mirëqenies. Deri këtu, mbrim pra të merresh me muhabet. Të futesh diku dhe të flasësh. Ti thua shumë çfarë bëri Claudio sot? Ne për shembull tek fusha jone e sportit, aty thashë themet e padëmshme janë realisht shumë efekt në komunitetin e crossfitit, të themi të fusha ku ne jemi, sepse ndikojnë realisht njohje të ndryshme edhe i jep një motivim më shumë personave të paktën që e kanë ditën e parë apo të dytë për të ardhur me qef ditën e tjetër në stërvitje. Motivohen. Edhe motivohen edhe deri ku ul stresin edhe ngre për pjesën më të sigur që është vazhdimi i palesës, sepse shumë... Tu nuk bëhet fjalë të bëjmë vetëm bisedë, tu është bëjmë thashë theme për tjerët. Pra të themi që, ore, pe Claudio në djeti? Prandaj tham të padëmshme. Pra kur shofim një djalë që ua çfarë trupi ai, është i motivim. Sa i mirë që në ka ai, me ose një gocë, që shiko çfarë trupi ka bërë ajo, është i motivim edhe një arsye më shumë për të vazhduar të nesme dhe që të bën mirë për motivimin. Sevim, ti nga ana e avokatisë, si është kjo puna thashë themit? Për aq kohë sa s'bën fakte, është mirë të qëndrojnë ke thashë themet, por zakonisht kjo çështja e thashë themeve është dhe arsye ndonjëherë për divorcet. Ashtu, a? Kështu që ose dhe ndodh shpesh herë që mund t'jesh martuar 4-5 herë nga thashë themet e lagjeve, se si që është ajo shpreha e famshme angleze, only plakat e lagjes can judge me. Dhe mund të martohesh, domethënë për disa të në herë pa e kuptuar vetë. Mu më kanë martuar një 3 herë. Po. Kur u martova realisht, i tha nuses time që u moj kujdes nga ai se ai është i martuar. E dinin ato më mirë si sa e interesante kjo. Shpend, ty nuk pyes se të shoh shumë serioz për këtë temë pa të tregu studimin njërë, që ta kuptosh që ekziston. Jo, po kuptoj vetëm diçka. Është pak batut e errët, po tani e kuptoj se pas ti studimit pse gratë jetojnë më shumë se burrat, e kupton. Se ti kujton se burrat nuk merren me llafe? Jo, tani kemi filluar edhe neve ta përmirësojmë cilësinë e jetës. Nuk e ke iden, po ta lëm këtë bisedë se nuk do i dali fundi, shkojmë ndjekim këtë insertin dhe kthehemi në studio. Një studim i ri konfirmon se thashë themet, kur përdoren me përgjegjësi, mund të përmirësojnë shëndetin dhe cilësinë e jetës. Kush tha që thashë themet janë të këqija? Rezultatet tregojnë se bisedat e vogla për të tjerët, jo ato me qëllim dëmtimi, por ato që ndajmë për të kuptuar më mirë situatat sociale, kanë një rol të rëndësishëm në jetën tonë të përditshme. Ato na ndihmojnë të ndërtojmë miqësi më të forta, të krijojmë besim dhe të zhvillojmë aftësinë për të lexuar më mirë sjelljet e njerëzve. Sipas studiuesve, thashë themet e shëndetshme shërbejnë si një lloj sistemi paralajmërimi,
na ndihmojnë të dallojmë sjellje toksike përpara se ato të na prekin drejt për drejt. Njëkohësisht, këto biseda reduktojnë stresin, krijojnë ndjesi afërsie dhe na bëjnë të ndihemi më të kuptuar brenda grupit ton shoqëror. Pra kur bëjmë thashetheme jo për të lënduar, por për të kuptuar dhe për të lidhur me njëri tjetrin, këto biseda të vogla rezultojnë të jenë një mjet i fuqishëm mirëqënjeje. Shpend nga pikpamje pedagogjike, si ndikojnë thashethemet në reduktimin e stresit dhe përmirësimin e qasjes sociale? Po shikoj se duhet bëjmë një marrëveshje fjalësh çfarë quajmë neve thashethem, se si çfarë dëgjova unë kronik, ishin këto small talkings. Po, small talkings, pra Pra nëse në botën e pedagogjisë për shembull jo të me studentët. shtikësh për të tjerët, se ajo pastaj është Studentët që bëjnë small talking para provimit mund të bëjnë një lloj përsëritje të dijeve apo të njohurive që kanë lexuar. Pra takojmë në të dy, kam lexuar këtë kapitullin, kam bërë këtë, po i profesori është pak i egër, po i profesori nuk na lë me kopju. Si duhet me bë tash se po na kapi kopjen na ngel. Pra këto lloj gjërash, ty ndoshta se ne nuk jemi ekspert të këtyre fushave, por mund të ndikojnë ty në psikën tënde për të rritur kapacitetet e tua të njohurisë. Pastaj nëse ti bën, thashë themin që mua më duket shumë i shëmtuar Shpendi, edhe më duket shumë bukuroshe vajza, po kjo vajza ka që bukur, nuk mendoj se i ka arritur të gjitha vetë në jetë, se dikush mund ta financoj. Pastaj këto hyn te dashakejësia, hyn te malinjiteti, hyn te nihilizmi, hyn te fataliteti, hyn te gjitha. Pastaj janë kuestionojnë drejt për drejt tjetrin. Po shikoj, ne jetojmë fatkeqësisht në një shoqëri që është e jona, s'kemi çfarë të bëjmë, ndoshta jemi edhe bashkëfajtor në ndërtimin e kësaj shoqërie apo këtij mentaliteti, ku po pedikë që ecën para, apo që ka grinta, apo që ka ego të pastër dhe të mirë për çfarë përpara, patjetër si mishi do ta baltosim edhe do ta njollosim. A është kompleks inferioriteti? A është xhelozi? A është e vërtet? Unë nuk di ta them këtë. Por duke u nisur nga vetja, ne të gjithë jemi personazhe publike. Dëgjoj disa komente për veten që nuk e marr vesh ku mund Një gjë shkoja. që me të vërtet ka bërë përshtypje për veten dhe të ka lënë shenjë, një thashethem. Po thashethem për shembull shimartuar me ka fëmijë, bredh me këtë, bredh me atë, pastaj jo po e ka marrë shkollën me lek. Apo jo po këni, domethënë mua më është nxirë jeta për të arritur të shkollën me mesatare të lartë në shtet, e kupton, del një njeri nga televizori që nuk bën asnjë lloj gjoje në jetën e vet, rrit tërë ditën scrolling, edhe merret me thashethemnaja dhe t'jep mend. Po kur thon mos to këtë në emision. Kjo ka anën tjetër medaljes që si a shpreja pema pa kokra nuk goditet. Ajo që ka kokra gjithkohon kështu do jetë. Kështu që Devim, sa delikat është ky kufiri, se të shke pak të vajzat që ju kam lënë vetëm burrave të flasin për thashethemet, nuk e di pse, sepse e morët shumë stafetën më të pak dorë. thashethem. Sa delikat është ky kufiri mes të bërit një thashethem, një muhabet për qef, në tavolinë, do me thënë kur flasin për dikë, dhe të ky tjetri ku ti me të vërtet, sidomos ne sot Shpendi her pas here vuajmë kurrizë. E cënojmë. Dhe jo më larg se dje flisja me Turian Hyskën këtu në emisionin tim, të duket ta vetja, tha, sikur mësohesh me këto sharjet, dhe thonë njerëzit që po punë e madhe, le të shpikin këtë, po në thellë të gjitha ato na ndikojnë ne. Sidomos por e kuptoj që s'është fare e vërtet dhe s'ka bazë. Dhe të kanë gjykuar keq, të kanë keq kuptuar. Zakonisht njërë ke figurat publike ka dy viktima. Është ai që përflitet, por edhe njerëzit që e rrethojnë atë. Familjarët. Normalisht, ai që përflitet ndonjëherë krijon një lloj mbrojtje, një lloj imuniteti kundrejt këtyre thashetheme, sepse e di për aq sa ajo është e vlefshme dhe për çfarë e përdorin njerëzit. Por ka pastaj është të afërmit ose familjarët që ndikojnë edhe nuk janë të përgatitur emocionalisht të lloj gjëje, i duket sikur është fundi botës, ka një lloj, nuk e kuptojnë, rëndësia e medias për ata është shumë e madhe. Kanë një lloj, ata janë kryesisht le themi, ata janë viktima parë dhe pastaj ne mund të jemi viktima dytë. Alina, në fushën që ke ti, a përdoren këto thashethemet për reklam të një destinacioni caktuar kur ti merr Fjodorën për shembull, e çon atje dhe siç thot Shpendi fillojnë të thonë mirë me kush ja pagoi asaj gjithë atë rrugë, po themi deri në
ku i gjeti lekët, e bën mirë kjo në fushën tënde, i përdorni ju këto thashë themet, hajde të ndërtojmë një... Është vërtet, në fakt, i përdorim, më së shumti, shumicën e rasteve dhe vetë klientët që vinë, kanë një tendencë të paturit dëshirën të krahasojnë eksperiencën e dikujt me atë çfarë do t'i presi vetë. Dhe gjithkohës ne jemi shumë të kujdesshëm në atë çfarë do t'i japim, sepse siç e përjeton dikush një udhëtim, nuk e përjeton dikush tjetër. Por, për sa i përket promovimit të destinacionit, pa diskutim që është një thashë themi mirë, sepse duke qenë se ke shkuar ti një herë, dikush mund të nxitet, ka parë, e ka ndjekur eksperiencën hap pas hapi dhe mendojnë që do jetë e njëjta eksperiencë si ajo që ke treguar ti apo tjetri në rrjetet sociale. Kështu që këto do ta quaj një thashë them të mirë. Po thashë themet mes konkurrencës për vendin... Për çmimet. Kjo është thashë themi më i madh mes konkurrentëve. Që uli çmimin, pse uli, si e uli, se doli me këtë çmim, duhet po nes na del kosto për këto të tjera, si a doli këtu dhe vim tek fjalia e shpendit që tha dikush është nga mbrapa aty që e ndihmon për të nxjerrë këtë lloj pakete, apo është dikush që hajtë se e ka suportuar në një mënyra për një tjetër, gjë që nuk është e drejtë sepse ti cënon dinjitetin e dikujt tjetër dhe punën e palodhur që ai është duke bërë. Sergjina, ti përveç se një njëri që merresh me art, merresh dhe me fëmijët dhe me të rinj. Ata ndoshta janë pak më delikate kjo pjesa, sepse është pikërisht momenti ku thashë themi kthehet në bullizim dhe nuk e kupton asnjëherë mirë, po fakti që pas ka një të mirë sociale, ndoshta ju do hedhur një argument thashë themi i bardhë, do me thonë, se mirë themi gënjeshtrat të bardha, po do të themi dhe thashë themi të bardha tani që s'na cënojnë. Në fakt, sa po përmendet fjala thashë them, konotacioni bie pikërisht tek negativja. Unë mendoj që... Nuk të dëgjoj, të lutem plotso pak zërin, që të mbi zëri jo deri këtu. Veç i thashë them. Thashë themi gjithmonë merret si diçka negative. Nuk mund të merret pozitive në fakt, sepse varet se si trajtohet. Në përgjithësi është negative. Unë mendoj që njerëz të cilët merren me thashë theme janë individ cilët ndjen bosh në veten e tyre, nuk janë të plotësuar, mbulojnë ato boshllokun e vet duke u marrë me pjesën me individ të tjerë. Çfarë ndodh me ty kur thot një shoqe se po ta heq fare një herë këtë seriozitetin? Thonë hajde të merrem çik me llafe tani se kam dëgjuar që diun. Atëherë unë jam natyrë një herë që nuk më pëlqen fare pjesa e shëtemit. Jo, jam shumë indiferente. Kështu kam qenë gjithmonë. Edhe sot kur mblidhem me shoqërinë time, unë ka shumë gjëra që nuk i di. Dhe nuk qenë ke fan fare. Ti Sergjina gjithmonë në tren. Domethënë, kam qenë gjithmonë përkushtuar të gjërat e mia, e fokusuar tek shkolla, tek e ardhmja ime dhe pjesa se si ku hyri, ku doli, çfarë bëri një individ tjetër për mua ka qenë zero. Domethënë, interesi për të tjerët dhe ai sa sot më thoni shumë egoiste. Për mua mund të kem dëgjuar gjëra plot, por që nuk i kam dhënë kurrë rëndësi, sepse duke qenë se unë kam një besim shumë të madh tek vetja ime, unë e njoh shumë mirë veten time. Dhe ajo çka flitet mbas kurrizit tim nuk më intereson. Më mjafton që një individ më dali përballë dhe unë të përballem me atë. Po mirë, okay tash. Realisht. Kjo që flitet do flasim pak si shoqë. Atëherë kam diçka tjetër, nëse e dëgjoj e përball. Muhabet me shoqet për çunat nuk bëni ju? Që analizë, jo po si erdhi, jo po si shkoi, jo po si ma solli atë mesazhin, jo po... Se tani kemi dy vajza beqare këtu, e kam gabim? Më lejonin të korrigjoj apo s'jeni? Me thonë, ju, kur diskutoni me shoqet për ndonjë që ju ka sjell në majtë të hundës ose që ju pëlqen, nuk quhet një thashë themi lezetshëm dhe ky tani bëni çik muhabet. Okej, mund të jetë një thashë themi lezetshëm. Çfarë quhet? Biseda për çunat. Duke se që ka qarja halli. Woman power. Duke se janë qarja halli. Po pëse më nuk, unë muhabet, unë për shumë ne me gocat, përmë qitë më muhabet për këta. Okej, por nuk janë thashë theme. Unë thashë them quaj diçka shpikje. Në ti të shpikësh për dikë, ose të shtosh fjalë. Mos ma merr në kuptimin e parë të fjalës. Le të flasim, si që tha dhe shpendi aty, duhet të ndajmë pak të pjesën, që ne nuk mund të flasim për thashë theme që dëmtojnë atë njeriun, por marrim dhe diskutojmë për një njeri, për një situatë caktuar që ne mund të na prekin në një mënyrë ose në një tjetër. Pra e zëm,
që në rrethin tënd të fëmijëve, një djalë ka qef një vajzë dhe nuk di si t'ia thot atij atë. Dhe mbledhen gjithë çunat bashkë, se i kemi në shtëpi. Dhe thon po si do t'i flasësh, si s'do i flasësh. Japin zonë. Në rrethin tim të fëmijëve, fëmijët janë ende shumë të vegjël. Edhe këto biseda domethënë nuk për aq orë sa ato janë aty Nuk bëhen. ndodhin, jo, nuk ndodhin. Salina? Mendoj që ka thashë teme pozitive në këtë aspekt, sepse mundesh po ashtu të ndihmosh mikeshën tënde për një rast që ti e ke hasur në jetën tënde dhe ai jep si këshill, pra në formën e thashë themi po këshill, që ajo mos jetë në të njëjtat kupë siç mund të kesh qelluar ti. Në këtë mënyrë mund ta quaj një thashë temë pozitiv në këtë konotacionin e... Pra ti po më thua, që unë nuk e besoj fare, që kur ju hyr një çun jetën tuaj që fillon edhe ka qef një nga shoqet, nuk e analizoni atë deri në pikën që t'ja merrni një shpirt tani, pse gënjeni u goca? Teodora ka marrë korat këqija. Ka marrë korat këqija. Natyra e individit pra. Mënyra se si e përcjell, mendoj unë, bën atë diferencën. Unë për shembull jam personi që gjithkohës dëgjoj. Pra, nuk më pëlqen shumë të përfshihem në dramë, por mund të ulem të dëgjoj dhe të t'jap atë këshillën time që deri këtu mundesh të bësh. Që fillon red flag, pastaj jo. Okej. Ty s'po të pysim se ti je shumë i martuar, Claudio shumë i trashëguar, shumë babi, shumë gjitha bashkë, por ama me siguri për shumë mund të ketë ndodhur në shtëpi që të ketë thënë bashkëshortja, po ç'ishte ajo filania që kishte në palestër ti që dhe kishte të trupin kështu apo ashtu, apo me të vërtetë ka kështu? Shiko, në fillim, okej, ka ekzistuar deri diku, po pastaj kur bëhesh me fëmijën e parë, nuk ke më mendje të shikosh, e kur bëhesh me të dytin, akoma më shumë nuk të bi mendja, mjafton vetëm që ti t'jesh aty i gatshëm për çdo gjë dhe çdo gjë tjetër pastaj është profesionale. Për te shakave, ne jemi mësuar me atë pjesë, dim shumë mirë ta bëjmë. Edhe më e rëndësishmja është që ne t'jemi të ndërgjegjshëm si trajnera me veten tonë, pastaj përtej të gjithë këtyre të tjerave. Do të tjera do ekzistojnë gjithë kohën, nuk do shuhen kur, kështu që A shtyr palestra si kur shkonim dikur te parukieri që fillonin gjithë qanin hallet e ditës, punës, shtëpisë, të dashurit, të dashurës, pra është me përfshirje, aty është me përfshirje në qofse do të përfshihesh. Okej, ka njerëz janë të distancuar dhe vinë vende për të stërvitur, ka dhe në ato njerëz që kërkojnë edhe përfshirjen e bisedave. Po flasin për biseda që, shiko, si mund ta bëjmë trupin si Fjodora në këtë rast. Ka biseda të tjera që çfarë duhet të bëj për të arritur këto qëllime, çfarë duhet të bëj me kohën. Tilla unë i pranoj me kënaqësi dhe jap ato mendimet e mia, nga eksperienca që kam prej vitesh. Pastaj për pjesën tjetër që mund të vinë flasin që po atë çfarë bën me filajnë apo këto janë skip nga ana ime ose nuk arrit fare t'i dëgjoj, vetëm për pjesën që ne aty jemi dhe qëllimi që kemi. Por janë shumë efektive, siç e tham edhe në fillim që e cekëm, pjesa që thashë theme të padëmshme. Pra këto të cilat i inkurajojnë dhe i japin një motivim për të nesërmen të vinë më me qef dhe të kenë dëshirën që të gjejnë përveç se stërvitjen që në CrossFit je di shumë mirë se ke punuar që është pak e lodhshme, po të gjejnë atë komunitetin e duhur dhe kënaqësinë për ta vazhduar. Tani, varet sa do ti të përfshihesh. Ja, këtë doja, pyetja ime e fundit është kjo. Nëse dikush vjen thotë, "Ua, çfarë kam dëgjuar?" Bëhesh kurioze për ta dëgjuar dhe ta vazhdosh? Sigurisht. Unë bëhem kurioze. Apo thua, diçka më lëre atë se nuk dua të merr me laf. Jo. Varet si jenë atë ditë, se po t'jesh keq nuk do ta dëgjoj fare. Kurioze jam gjithmonë të dëgjoj nëse është bëhet fjalë për mua. Kurse unë, nëse është një mikeshe mirë e imja, dhe i ka ndodhur diçka asaj, patjetër që jam shumë kurioztare ta dëgjoj. Madje jam e gatshme dhe të lënë ndonjë gjë që kam aty për aty në duar dhe ta dëgjoj me shumë vëmendje që të shoh se çfarë i ka ndodhur, sepse mendoj që është edhe ajo natyra suportuese e imja që është gjithmonë aty për njerëzit që kam afër. Po kjo nuk është, domethënë është një mik që do të shpreh diçka, jo thashë them në rastin konkret. Sepse patjetër nëse dikush do të më thotë ishte një thashë them që do të ta ngritste kurreshin që s'do rihet dot pa e dëgjuar. Shikoj. Pa u përfshirë pa. Unë kam një tipar timin që abstragojmë shumë nga niveli ignorancës njerëzve. Edhe nga niveli idiotësisë. Sa herë që mendoj që çega funi ka dhe më, dalin aty, jemi edhe neve, ka dhe më idiotë aq sa mendon ti, jemi më të trazë se ç'mendoj ti. Unë i kthej sarkazëm, se jam pak tip sarkastik. Kur çojmë mëngjes, kam një pasqyrë.
kam shumë respekt për veten, sepse gjumin e bëj shumë rehat. E kam ndërgjegje, nuk i hy njeriu të hak me vetdije, pa vetdije nuk e di, se s'jam perfekt. Vi nga, ndryshe nga miq tanë këtu, vi nga një botë e cila është e gjitha thashë themnaj, politika, politikbërja, që gjitha thashë themnaj. Unë kam 5 vjetë një jetë publike, edhe ardhe, po politika sidomos, në politikë unë kam takuar njerëz që kanë sjellë Kondoliza Rice, unë kam takuar njerëz që kanë rrëzuar Gruevskën, domethënë ka tek ta lloj delirantësh në shoqërinë shqiptare. Piva një kafe me George Bushin bubq, më ka thënë njonja. Kupton? Thëm, ky seriozisht e ka dhe ty të duhet të rishë dhe serioze, kupton se nuk duhet as të ofendosh atë tjetrin, se ai po të hapet, po të tregon një sekret shumë të madh, kupton, po të bën pjesë të agjenturave. Kam 5 vjet që dëgjoj në janar ma e mëndë, që do ndodhin janar, është në falë, po, shtatori, pastaj janarja, erdi ky gash, duan pi një kafe me ty, po vlla. Edhe unë mendoj se ka një ofertë pune në një projekt, në një gjë, se në fund ditës dalim nga shtëpia për të punuar edhe për të kapitalizuar përfitimet e punës tonë, nuk dalim për nën Tereza. Personalisht unë është që nuk kam në dërmend që në jetën time të lumturohem, apo do të bëhem shëngashe. Më mjafton shpendi gashe një mëkatar tjetër i botës. Dhe kur vi nga kjo lloj bote, këto thashë theme që thon vajzat e nderuara, mua më duken për të qeshur, a kupton? Më duken shumë për të qeshur. Qeshim pak se. Sepse më ka ardhur tjetri nivel që ti e shikon televizor, dhe ti e kupton se çfarë mediokriteti kanë televizionet ose jeta publike. Nuk din titin dy fjalë, analfabet funksional dhe mediokër në mendime. Të që çfarë mund të presu nga ai, thashë theme do pres. Normal. Pyete- Përsa ko nuk na cënojnë. Tani ne kemi Hashim Thaqin, është pyetur Hashim Thaqin në një televizion tjetër kombëtar. Cili është libri i fundit që po lexoni? Kam lexuar 3 libra ata. Cili është libri i fundit s'dinte titullin? Xherzi ka lexuar Bubi Kaçurel dhe Çufoja ose Komisari Memo. E kam mbyllur në klasë 5 leximin. Pra, nëse ti nuk lexon, nuk bën një lloj përsiadje psiko-transcendente, emocionale tek ai libri, sepse unë e quaj librin, e quaj pasaport për univers. Ti du të thonë me Ma Dostojevski, me kalove pak Hugojn. temën, nga thashë themi Po, ma politizove shikoj. shumë. Aq shumë të kam dalë në temë, që për të kuptuar këtë thashë themi, duhet të kuptoj çfarë nuk bëhet që mos të vemi të thashë themi. Sepse po t'ishe një shoqëri serioze që lexonte dhe është empatike, nuk do kishim thashë themnaja. Pastaj, nëse unë pëlqen një vajzë, takoj me Sevimin, ti them sa e bukur është ai vajza atje. Për ato lloj thashë themi po flas. Nuk po flasim për këto gjërat kaq të mëdha dhe kaq të. Po tash këto nuk janë thashë theme, këto janë ulemi për kafe, ulemi për kafe dhe Kjo është shprehje dëshire, kjo është shprehje dëshire, as sigur ta kisha. Kjo është fiks, as sigur ta kisha atë. Mendon ti si puna ime, po, edhe unë mendoj si puna jote. Unë për ta mbyllur të lutem se po Sepse dhe përvohemi thashë në themi ka mesazh. lidhje me nivelin e personit. Po. Unë do silla një rast të një lidhur. miku tim shumë të mirë e du fort. Ai është aq i është aq i lidhur me thashë themet, sa di gjithmonë një histori për çdo lloj personazhi që ti e pyet. Po. Dhe ka një marrëdhënie familjare me të gjithë Shqipërinë. Ai sa një herë më mend t'i prezantuam një gocë dhe e vetmja porosi që i dham ishte që Përpiqem mos jesh vetvetja. jo, përpiqu mos gërmosh shumë se do dalësh kushuri. Dhe kur morëm feedback-un mbrapsht është po thanë, është e vërtet atë Dolëm dolën. kushëri. Kështu që më mirë të pyesësh. Shumë faleminderit që ishit me mua sot. Nuk mbaron kjo puna, është për hajde të bëjmë muhabet edhe këtu se nuk mbaron. Është një temë cila Ta s'ka bëjmë një pyetje, cili është thashë themi më i bukur që ke dëgjuar për veten tonë? për veten time, Po. më i bukuri. Më i bukur. Se më të shëmtuarit i dim, se s'ka fund e shëmtuara. Po s'kam bërë vetë shumtuar. Jo, të shëmtuar jo, se thashë themet janë me të vërtet, domethënë, por nuk e di se do t'i bëja qefin vetes shumë publikisht edhe. Lëre tani. Dikush duhet ta bëj çefin Në vetes. takon. Faleminderit shumë që ishit me mua. Faleminderit. Shkojmë në javësirë publicitare shumë të shkurtër dhe rikthehemi pas pak, mos u largoni.